Janë publikuar pamjet nga atentati që ndodhi ditën e djeshme më 25 nëntor në qytetin e Lushnjës. Shënjestër ishte 45 vjeçari Julian Sulo, i njohur me nofkën Juli Pashakos, i cili arriti të shpëtoj breshërisë armëve. Ka qenë në total 3 autorë që i kanë bërë prit 45 vjeçarit në rrugën Mistomame. Ata kanë qenë të maskuar. I pari që ka dalë nga mjeti ka qelluar me Kalashnikov, ndërsa tjetri me pistolet. Ka qenë një vonesë makinës atentatorëve që i ka dhënë mundësi Julit të Pashakos të jap shpejtësi automjetit dhe të shpëtojë. Drejt makinës së tij janë qelluar 6 plumba, ndërsa vetëm një e preku në këmbë, duke e lënë të plagosur lehtë. Siç duket ai ka qenë në gjendje të shohë autorët e maskuar dhe brenda pak sekondave ka arritur të manovrojë në mënyrë të tillë që të largohet. Ai është drejtuar disa miqve të tij dhe pas kësaj është dërguar në spital. Gjithçka ka ndodhur në vetëm 10 sekonda. Duke parë mënyrën e atentatit, policia dyshon se autorët kanë qenë vrasës me pagesë dhe kanë dashur që ditën e djeshme shënjestrën ta eliminojnë përfundimisht. 15 minuta më pas, në fshatin Lifaj, u gjetë e djegur makina e autorëve, brenda së cilës ndodheshin edhe armët e krimit, një pistolet dhe Kalashnikov. 45 vjeçari është një emër i njohur për policinë, pasi në të shkuarën ka qenë i dënuar për drogë, si dhe i dyshuar në disa ngjarje të rënda kriminale, mes tyre masakra e Lushnjës në 2017, ku si shënjestër kishte nipin e Aldo Bares, Gjulio Shkurtin, por ku mbetën të vrarë miqtë e tij, Zamir Latifi dhe Jurgen Hoxha. Sulo njihet si kundërshtar i ish-kreut të bandës së Lushnjës, Aldo Bare. Megjithatë, në atentatin ndaj nipit të tij nuk ju provua përfshirja.